Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një lexim ndryshe, një temë për dashurinë. Nëse keni hyrë te kjo video, do të thotë që gjithmonë ka një mesazh për ju. Janë leximet përgjithshme, merrni vetëm atë që rezonon me ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, sepse aty shtrihet e gjithë java, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, ju mendoni në lidhje me personin dhe shohim energjinë që do na vi gjatë këtij leximi. Atëherë, po eksplorojmë në lidhje me këtë lexim se çfarë do na sjelli. Atëherë, këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të zjarit, kemi kullën, kemi dhe energjitë shenjave të tokës. Gjithsesi përfshihen gjitha shenjat e horoskopit. Këtu kemi një person që ndoshta është një person që ka shumë krenari dhe është një person që mendon për ju dëgjues, por është një person që ndoshta e vuan shumë nga krenaria. Ka një lloj krenarie, dëshiron dhe përpiqet që të marrë një vendim në lidhje me ju, por është një person që mendon në mënyrë logjike. Dhe është një person që dëshiron të ndryshojë diçka në këtë njohje ose lidhje që ju keni, por është edhe një person që nuk i pranon lehtë ndjenjat në lidhje me këtë dashuri, në lidhje me ju dëgjues. Dhe ka lloj-lloj teorish ose parime dhe rregulla që e bëjnë këtë person që të jetë përballë jush për të menduar në një mënyrë të caktuar. Ndoshta ky person u përpoq që të mbaj një pamje si dikush që nuk e di, por nuk dëshiron që të dalë prej këtij personi ato ndjenjat dhe emocionet që ka në lidhje me ju dëgjues. Është një ndryshim që vërtet ky person e kërkon, por është thjesht ajo egoja ose mund të them që ky person nuk i shpreh këto ndjenja. Është dikush që është në një pozicion të favorshëm, shoh, mendon shumë seriozisht, është një person që dëshiron vërtet të bëj përshtypje me lloj-lloj sjelljesh që mund të përdori ky person në lidhje me ju. Por personi gjithmonë dëshiron të marrë një rezultat pozitiv, dëshiron që të marrë një përgjigje ose dëshiron të japi një drejtim më të mirë në lidhje me këtë dashuri. Është një energji ku ky person kujdeset shumë nga mënyra se si i bën gjërat ose nga mënyra se si percepton këtë dashuri në lidhje me ju dëgjues. Gjithsesi, është dikush që ndoshta mund të zemërohet edhe lehtë ose shpejt, kur të tjerët mund të japin dhe një mendim ose mund të kenë një reagim ndaj këtij personi. Ky person mund të reagojë pak negativisht. Është një person që nuk mund të pranojë gjëra nga të tjerët ose sugjerime nga të tjerët, shoh më tepër. Megjithatë, ky person dëshiron të arrijë tek ju, dëshiron një ndryshim të madh, është një person që akoma endet në mendimet dhe në ndjenjat që ka, por që nuk i shpreh, dhe është një person që ndoshta kohët e fundit mund të ketë bërë diçka ose dëshiron të bëjë diçka për ta ndryshuar, diçka në jetën e vet ky person. Për të ndryshuar diçka në këtë njohje, në këtë dashuri. Ndoshta ky person dëshiron diçka të qëndrueshme, shoh. Dhe është një energji, këtu mund të flasim tham për energji, një energji të fortë. Gjithsesi shohim dikë që është në ngjitje. Domethënë, sepse fillojmë nga
energjia e zjarit këtu, që është një person që jemi te princi i zjarit dhe shkojmë te mbreti i monedhave, që tregon një pozicion në rritje. Flasim nga ana emocionale gjithmonë. Nuk e di se si rezonon me ju deri në këto momente. Gjithsesi, shohim se çfarë na sjell kjo energji. Çfarë mendon dhe çfarë ndjen ky person tani në lidhje me ju. Atëherë shoh një person që dëshiron të bëjemi komplet energjia e ajrit këtu, është një person që dëshiron të ketë një fillim të ri diskutimesh, të ketë në lidhje me një zhgënjim që ky person mund të ketë marrë, e shoh që bie shumë i trishtuar dhe dëshiron, është në gjendje pa gjumësie dhe është duke menduar gjatë gjithë kohës në lidhje me një zhgënjim që mund të ketë marrë. Ky person dëshiron të ketë një diskutim me ju në lidhje me një zhgënjim dhe kjo gjë sikur e lë këtë person pa gjumë. Ndoshta ky person mund të ketë frikë edhe se mos zhgënjehet nga ju në lidhje me një diskutim që do bëj për një pjesë tjetër, sepse ky person dëshiron vërtet të ndryshojë diçka në këtë njohje ose në këtë lidhje. Është diçka që ky person po e mendon shumë mirë ose mendon në lidhje me ju të dy, për një marrëdhënie ose për një njohje, të futet në një njohje të re për një pjesë prej jush, ose në rastin tjetër për të pasur diskutime në lidhje me disa situata tensionesh ose stresi që mund të keni pas, ose të vështira që mund të keni pas, por person me shoh në gjendje psikologjike pak të vështirë, duke menduar dhe ka frikë se mos zhgënjehet në lidhje me një dashuri. Por energjit mund t'i merrni dhe në të kundërt, mund t'i merrni që mund të jetë dhe energjia juaj kjo. Gjithsesi, çfarë mendon të bëj në të ardhmen ky person në lidhje me ju dëgjues? Dhe kemi përsëri energji zjari këtu dhe energji të shenjave të ujit. Gjithsesi, unë shoh që ky person është në pritje. Ndoshta është dikush që dëshiron të pozicionohet në lidhje me këtë dashuri. Shef që ky person mund të ndjejë që ka dhe shumë konkurrencë në këtë dashuri. Por është një person që do luftoj fort në lidhje me ju, dëgjues, dhe unë shoh që këtu do keni një takim. Shoh shumë emocione dhe shumë pasion midis jush. Për pjesën tjetër, ju shoh që ky person mund të mendojë dhe të bëjë dhe plane afatgjata për gjithë ata që dëshirojnë të futen në një njohje të re, ose në rastin tjetër për ata që janë në pritje për të ndryshuar diçka në lidhje me personin që ju keni. Dhe shoh që ky person është gjatë gjithë kohës duke luftuar fort për ju. Ndoshta ky person do haset edhe me pengesa në lidhje me ju, ose mund të jetë dhe energjia juaj. Gjithsesi, unë shoh këtu që ka shumë emocione dhe shumë pasion në lidhje me këtë dashuri. Thjesht mund të jenë dhe pengesa që janë shfaqur gjatë rrugës në lidhje me këtë dashuri. Dhe unë do marr një pako tjetër dhe do shohim në të ardhmen a do ketë një zhvillim të mirë kjo situatë në lidhje me këtë dashuri, me këtë person. Dhe mora kartat romantike. Atëherë, këtu kemi energjinë e shenjës karocën, shenjën e gafores, por kemi dhe energjinë e shenjës së demit, kemi energjitë shenjave të ujit dhe kemi energjitë shenjave të zjarit përsëri. Atëherë unë shoh që ky person dëshiron të vijë tek ju, dëshiron të japi një drejtim më të mirë kësaj njohje ose kësaj lidhje që ju mund të jeni, ose për të bërë një fillim të ri, për gjithë ata që duan të futen në një njohje të re. Shoh një takim, momente romantike, për një pjesë prej jush mund të jetë një shpirt binjak, ky person që hyn në jetën tuaj, dhe ju ndjeni vërtet që ky është shpirti juaj binjak, dhe shoh që është një person që ka shumë pasion dhe dëshiron të ketë një romancë me ju. Por shoh dhe momente romantike që do kaloni me këtë person. Për pjesën tjetër, shoh që
ky person do vi drejt jush, dëshiron ndoshta të bëj një udhtim ose shoh që mund të jetë një person në distancë që vjen nga distanca, por vjen me shumë dashuri, me shumë emocione drejt jush, por dhe shumë i vendosur në qëllimet e veta. Dhe unë shoh që ky është një lloj rikthimi i një personi nga e kaluara për një pjesë prej jush. Shoh 2 herë udhtime, mund të jetë dhe person në distancë, mund të jetë distancë e shkurtër ose e gjatë, por gjithsesi është një energji jashtëzakonisht e bukur. Po të vëmë re këtu, kemi momente romantike, një takim shumë i bukur. Ky person dëshiron të vi drejt jush, të ketë momente romantike, por ka dhe shumë pasion në lidhje me ju dëgjues. Dhe jemi përsëri te energjia e karrocës, por edhe e demit këtu, sepse ka 2 energji, që tregon që ky person dëshiron të japi drejtim dhe është shumë i vendosur në lidhje me gjërat me këtë dashuri, sepse shoh është një person që e ka menduar mirë, është me këmbë në tokë dhe dëshiron që të vi drejt jush. Mund të jetë një person distancë, ky person mund të kërkojë një udhtim në lidhje me ju, por është i lidhur emocionalisht në lidhje me ju. Dhe shoh që ky person ndoshta do bëhet shumë emocional mbas një takimi që do keni së bashku. Është një energji fantastike. Gjithsesi unë nuk do doja ta hapjam tepër sepse këtu më del një shpirt binjak ose një rikthim për pjesën tjetër, ose një person i ri që hyn në jetën tuaj, që vërtet mund të jetë dhe një person që e keni njohur dikur, në një rast ose në rastin tjetër mund të jetë edhe një person që ju do ndjeni që është shpirti juaj binjak. Dhe unë do marr një mesazh nga angjëjt dhe do shoh se çfarë mesazhi ju japin në lidhje me këtë histori dashurie. Atëhere, jemi te energjisë zjarit përsëri. Unë shoh që ju mund të keni kaluar shumë probleme në lidhje me dashurinë, me një dashuri të mëparshme ose në lidhje me këtë person për një pjesë tjetër, dhe ju thot, lëreni kohën të qetësohet dhe të hyni në diskutime me këtë person, sepse personi dëshiron ta bëjë këtë fillim të ri, por ka frikë se mos zhgënjehet. Dhe kjo gjë e ka lënë pa gjumë. Kështu që lini kohën për të diskutuar në lidhje me këtë person dhe përqafoni veten tuaj. Unë do marr dhe një tjetër. Unë shoh që ju dëshironi të tërhiqeni brenda vetes dhe jeni duke menduar se si të jepni drejtim në lidhje me këtë person. Marrim një mesazh tjetër dhe jemi te energjia e shenjave të ajrit. Thot që mund të thoni mendimin tuaj në lidhje me këtë dashuri, thot. Të jeni më diplomatik, diskutoni për të lidhur një kontratë për të qenë së bashku, sepse në një farë mënyrë 2 persona kur diskutojnë, quhet edhe si një lloj kontrate. Dhe ju thot që gjeni forcën, thot, për t'i dhënë drejtim situatës që keni, kësaj njohje, kësaj lidhje ose një situate të caktuar që mund të keni. Do marr dhe një tjetër dhe kemi përsëri kartën e karrocës këtu. Është një moment shumë simpatik, shumë i rëndësishëm, thot, për t'i dhënë drejtim kësaj njohje ose kësaj lidhje. Mund të jeni të rini të qetë, thot, në qoftë se ju dëshironi të futeni në këtë njohje. Mund të provoni edhe këtë njohje të re dhe flasim për gjithë ata që janë futen në një njohje të re, por ndërkohë shoh që të gjithë ata që mund të jeni me një person do të jepni drejtim kësaj njohje, por dhe gjëra të panjohura që do t'ju dalin gjatë rrugës në lidhje me këtë person. Është një energji fantastike që erdhi. Atëherë kjo ishte për ju, nëse rezonon me ju, mund të lini komentet tuaja dhe ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, një darkë sa më të këndshme, por dhe një javë sa më të mbarë për gjithë ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi.
Ju ftoj të ndihni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë, ju uroj dëgjim të këndshëm, dëgjojmë te videot e radhës.